Nuk duhet më telefoni, se deri dje, para 6 muajsh, ministrja thoshte që për ilaçet, nëse mungojnë ilaçet, duhet të merrim atë në telefon. Sot zbuluam që për pronat nuk duhet marrë telefon, se nuk funksionon më telefoni. Kështu, ky ishte njoftimi që bëri sot zonja ministre. Tani, e vërteta është shumë ndryshe, zonja ministre. Thatë, është e lehtë të bësh politik me dhunë. Jo, zonja ministre. Nuk është fare lehtë. E lehtë është të jesh nga anë oligarkëve. E lehtë është të jesh nga anë të fortëve. Kurse të protestosh për pronën tënde, nuk është fare lehtë, është shumë e vështirë. Ajo zonja, nëna e një fëmije të vogël që shikoni atje, e shikoni, zonja ministre, lërni telefonin, zonja ministre, me vëmendje, lërni telefonin, shikoni se kanë ardhur aty. Ajo zonja atje ka lënë gjithçka, kishte ikur në Itali, sepse këtu ja kishte bërë jetën të pamundur. Është kthyer nga Italia, ka lënë gjithçka, ka një fëmijë të vogël. Dhe dele proteston çdo ditë, dhe ti thua tani, është e lehtë të protestosh. Jo, nuk është fare lehtë, po ju nuk e dini se çfarë është, se ju jeni me të fortët, siç e thash. Tani ndërkohë që po dëgjoja, thash me vete, ajo moshuara që u bëri pyetjen, ndërkohë sigurisht ju ka dëgjuar, dhe ndërkohë që dëgjonte shteti modern, gjykata, turizmi, Shqipëria nuk mund të mbetet pas. Thot, ç'a thot kjo? Ajo zonja ka jetuar aty në atë tokë. Fëmijët e saj kanë lindur aty, janë rritur aty. Burri i saj, familja e burrit të saj, ka jetuar aty prej shekujsh. Dhe ti vini i thua, jo, agron, i thua saj, nuk mund vetemi pasne, duket si fjalimet e kohës komunizmit. Nuk mund të mbetemi pas. Po çfarë do të mbetesh më shumë pas e kaq? Ke një fshat të tërë që proteston. Dhe nga ana tjetër ke një oligark. Dhe një ish drejtor të hipotekës që ka marrë 150 hektar. Dhe i ka hedhur në emrin e vet. Dhe vina tregon proçkulla tani na thua, nuk mund të mbetet Shqipëria pas. Prandaj tham, me që ju nuk dini, po e ndan kryeministri me oligarkun dhe fillon të investojnë. Marrin dhe paratë e krimit dhe çojnë Shqipërinë përpara. Skandal. Si mund të tallen në çfarë mënyre njëherë? Tani, zonja ministre, ose zëvendës kryeministre, se e rritur në detyrë, unë ju ftoj për një moment, jo vetëm juve, po të gjithë edhe bëjeni një, mundohuni, se dhe mund t'ja dilni. Por imagjinoni të jeni për një moment në vend të një prej atyre. Imagjinoni për një moment. Një ditë bukur, pasi u kanë mohuar të drejtën e pronës, 10 vite në përgjykata, duke kërkuar të drejtën e pronës, duke kërkuar një certifikat pronësie, veni dhe shikoni që po ndërtojnë në pronën tuaj. Ti je pronar dhe vete shikojnë që në pronën tënde dikush tjetër po ndërton. Dhe ti s'di ç'a të bësh. Dhe vetmja gjë që ka mbetur është të protestosh. Se çfarë mund të bësh? Çfarë mund të bësh? Pastaj merr vesh, kush po ndërton? Po ndërton një oligark bashkë me ish drejtorin e hipotekës. Ti ç'a do mendoje, zonja kryeministre? Çfarë do mendoje ti? Duhet mendojmë për Shqipërinë? Nuk do të vinte pak i natë? Nuk do të thoshe po prit, mos është prona ime? Nuk do protestoje? Me ju e kam. Lëre një sekond telefonin, s'u bën nami, se 5 minuta vini këtu drejt ta marri. Mbet telefon. Dhe tani, e kuptoni apo jo? Vendosu, shqyr, e le telefonin, arritje madhe, të vjen mirë. Nuk të vjen mirë. Zoti Sheaj, ju lutem, vazhdoni me interpelancën. Zoti Sheaj, jeni në kohën tuaj. Tani, dhe vina na tregon pralla, që ka patur, ti do të na bindësh tani, që aty është bërë një gjyq në lidhje me këto 150 hektar, është bërë një gjyq, dhe ky gjyq ka qenë i drejtë, dhe aty ka patur një gjykatës që në mënyrë të drejtë
ka parë pretendimet e banorëve, ka parë pretendimet e oligarkut dhe të ish drejtorit të hipotekës, dhe në bazë të drejtësisë ka vendosur që midis të dyve të drejt ka oligarku me ish drejtorin e hipotekës. Vërtet mendoni ta besoj njerëzit një gjë të tillë? Vërtet? Si ju anëzjer goja njërë? Ju vërtet do të bini tani që aty është marrin vendimi drejt në gjykatët e Shqipërisë? E dini që ka me qindra mira shqiptar që është mohuar e drejta e pronës? E dini apo jo? Ju keni ndonjë pronë? I keni marrë pronat tuaja ju? I keni marrë? Qesh buza, qesh buza. Se ata nuk po qeshin. As 1,4 m² s'ka marrën. Qesh buza, qefi madh. Qefi madh. Ja e mbarove mbylle. Parati bëre, pronat i more, u pasurove 5 minuta këtu me mua dhe ja ove. Qesh buza. Vazhdo. Jo, unë s'bëj viktimën, unë po tregoj historinë e tyre dhe po tregoj historinë e qindra mijëra shqiptarëve të cilëve i është mohuar e drejta e pronës. Sepse ju nuk e dini se çfarë do të thot pa drejtësia, nuk e dini. Ju jeni nga ana e atyre që i bëjnë pa drejtësitë. Ju nuk e dini se çfarë do të thot për një pronar legjitim që është munduar për pronën e vet dhe i shkret çdo herë që kalon afër pronës së vet, shikon që ka ndërtuar dikush tjetër, ikën mendja. Ikën mendja. Çdo ditë. I rikthehet në mendje që ajo prona aty ka qenë e tij, po ka ndërtuar dikush tjetër. Ka ndërtuar një politikan, një ministër, një oligark, ikën mendja. Sa njerëzit arrin deri aty sa ndrojnë rrugën. Nuk kalojnë më aty, se s'duan t'i prishin vetes jetën çdo ditë. Kalojnë në një rrugë tjetër. Sepse nuk e durojnë dot, ose ikin fare nga Shqipëria. Janë me qindra mira shqiptarët. Me qindra mira. Që të cilë ndodhe njëjta gjë. Shikojnë që në pronën e tyre ka ndërtuar dikush tjetër dhe ata vuajnë varfërinë të shkretët. Nuk i japin dot fëmijëve tyre një jetë më të mirë, ndërkohë ishin pasanik të mëdhenj. Kishin marrë, me pak mjafton një apartament, të ndron jetën. Se ju doni shumë më shumë. Ju duhen pallate, ju duhen rezorte, ju duhen hotele. Një pronë e vogël i ndryshon jetën një qytetari të thjeshtë. I ndryshon jetën, po ju nuk e dini se çfarë do thotë. Ju jeni në blok, shkëm graniti në mbrojtje të korrupsionit, ju jeni në blok dhe vini këtu na thoni që këtu viktima është Bashkimulaj. I shkreti Bashkimulaj. I shkreti ish drejtori hipotekës që nuk zhvillon dot pronën prej 150 hektar që ka hedhur në emrin e vet. I shkreti ai. Si u kalon në përmendje një? Ushtari juaj, e dini që është ushtari juaj, apo jo? Ta ka thënë Belinda para se kur të emëroj aty të thash, shiko se do të bëhesh zëvendës kryeministre. Të thaj që Bashkimulaj është ushtari juaj, ushtari saj, ushtari i Edi Ramës, ta tha. Ushtari juaj, po ndani pronat e shqiptarëve, po ndani Shqipërinë me ushtarët tuaj. Ky është turpi i këtij parlamenti. Dhe i ignoroni, vini edhe këtu dhe me buzëqeshje, i shikon edhe nga lart poshtë, i shikon njerëzit nga lart poshtë, me buzëqeshje, qa janë këto muhabete? Flisni këtu për njerëzit, flisni për vjedhjet, na shani edhe zhvillimin e turizmit, si guxojmë ne flasim për zhvillimin e turizmit, ju po i bëni një të mirë të jashtëzakonshme këtij vendi, si vim ne këtu, edhe ngrem pretendime dhe mbështesim të pambrojturit. Ju po bëni, ju po çlironi Shqipërinë, ju po pasuroni Shqipërinë, pavarësisht se ata i keni përjashtuar. Po ju po e bëni për Shqipërinë, si tha jo kolegja juaj, po ne jemi këtu tha për të bërë të lumtur juve, se ne nuk e bëjmë për veten tonë. Apo e keni parë, ju jeni për ata. Ju jeni për të tjerët, i bëni të lumtur, apo jo? Si i bëni të lumtur? Duke vjedhur pronën. Si i bëni të lumtur? Ja. Ka plasur Grushti atje, jo ka patur përplasje. Grushti, zonja zëvendës kryeministres, ishte ministre në atë kohë. Grushti. Po identifikuat ju këta me kapuç që rinin protestuesit? I keni identifikuar? Keni shoqëruar në një prej tyre në polici, sepse protestuesit i quat gjithë, i proceduat, shumë prej tyre, nuk mund të kanë vendim gjykate, nuk mund të afrojnë të pronë e tyre.
Po këta që i dhunonin, vajtët apo? Po si mund të bën jam të asë në këfarë mënyre një? Vini thoni, kemi parë, ne kemi ndjekur gjitha procedurat, ishin perfekte, të kulluara. E dëgjuat ju, ministri e ka kontrolluar të gjitha, ishin perfekte, nuk ke ku ta kapësh. Donin shumë ata, në fakt. Të kapeshin diku, po, ishin perfekte. Po, me që i kontrollove për gjithë kontrol, erdhen gjithë e ju të pyesnin, dërgojnë në një ministrja? Nuk dërgojë, ha? S'kishte nevoj, po s'kishte nevoj, se ajo dëgjon si shtash, është sekretarja nën kryetaria e kuvendit, dëgjon vetëm nga një vesh, dëgjon vetëm nga veshi dëgjon vetëm nga veshi i oligarkëve, atë vesh dëgjon, kurse nga veshi protestuesve që protestojnë, nuk dëgjon. Tani, zonja nderuar, ne do vazhdojmë të qëndrojmë në krah të qytetarëve, në krah të pambrojturve, në krah të pronarëve të cilëve po ju grabitet prona. E dim që ju bezdisim, e dim që ju nuk keni mësuar, po ne nuk dorëzohemi. Nuk dorëzohemi. Do vazhdojmë, do vim këtu, do flasim, do ju kërkojmë llogari, që të vini këtu dhe të flisni e të thoni se si i keni marrë pronat, se si po i dhunoni me polici private, po si miqtë policia aty tha, dhe kujdes që këta mos të rjeshin. Ata i rani bën me grushta, përfundoi, ai ishte një zotri, ishin qarë këmën. Si mund të thoni, policia ishte aty për një teseir, policia mbante anën e policisë private, nuk ishte aty për të mbrojtur qytetarët. Kështu që do vazhdojmë në krah të pronarëve dhe realisht më lejoni që në këtë parlament të përgëzoj punën e jashtëzakonshme që kanë bërë protestuesit, kanë bërë një protestë historike, sepse siç e thash, prona i është mohuar me qindra mijëra e shqiptarëve në këtë vend, fatkeqësisht një fatkeqësi më të mëdha, por është ere parë që banorët janë ngritur dhe po protestojnë. Nuk është e lehtë, ta keni të qartë, është një betejë shumë e vështirë për ju. Duhet të vazhdoni të ngulni këmbë. Suksesi nuk është i garantuar, nuk është e sigurt. Le të themi që po të shkojmë historikun, këta janë shumë të pushtetshëm. Këta do bëjnë gjithçka për të mbyllur gojën. E kanë bërë me mediat, ju në media nuk dilni më, sepse këta që kontrollojnë mediat e kanë vendosur që po i bezdisni. Kështu që shumë e vështirë është, shumë e vështirë. Por nga ana tjetër unë mendoj që do vi një ditë që të korruptuarit, dhunuesit, grabitësit e pronave do dalin para drejtësisë. Duke e pamundur që ish kryetari i bashkisë për shembull, deri dje ishte në zyrë, dhe një ditë bukur vajten e morën në zyrë dhe çuan në burg me 13 akuza për korrupsion. Duke e pamundur. Duke e pamundur që 2 zëvendës kryeministra radhazi u morën nga zyra dhe u shpallën të pandehur për korrupsion, duke e pamundur. Po ja që ndodhi. Dhe mos të duket e pamundur që dhe ju t'ja dilni në protestën tuaj. Thjesht duhet të ngulni këmbë, duhet t'japim fund padrejtësive, duhet të protestojmë, duhet të ngrëmë zërin. Ne me aq sa mundemi, 2 deputet në këtë sallë, gjithë të tjerët, jo vetëm që nuk flasin për ju, por flasin kundër nesh që flasim në favorin tuaj. Ata do bëjmë punë e tyre, sepse prandaj janë aty, mos i dëgjoni. Janë të papërfillshëm, edhe kjo që gjëja do t'japi përgjigje në fakt, nuk e pyet njëri. Keq më vjen ta them, sepse parat i merr i madhi edhe e madhja, se janë 2 tani që ndajnë pushtetin, edhe oligarkët kuptohet, sepse do ndajnë me oligarkët. Faleminderit. Zonja Koçiu, nëse kërkoni të shpreheni 3 minuta. Kjo çështje pikë së pari do parë me seriozitet maksimal edhe qetësi, duke ndarë faktet nga pretendimet, interesin publik nga interesi privat dhe procedurat ligjore nga propaganda e ditës. Tani, nëse këtu do ishim në një garë kush bërtet më shumë dhe kush aktron më shumë, do fitoje gjithmonë ti agron.
Nëse do ishim dhe në një garë cili bën rillsin më të bukur, ku shkëput një pasazh nga fjala e tjetrit edhe merr ca sekonda këtu e ca sekonda atje, ta gëzosh edhe këtë fitore. Ndërkohë që mua vjen keq për ato raste që sjell këtu, që i propagandon me keqardhje të madhe me stilin tënd aktoresk, sepse unë besoj që ti je, le të themi, opozitari i vetëm që u lëret këtu pse qeveria zbaton një dhe respekton vendimet e gjykatave. Nuk besoj se kam në një të dytë në botë, që vjen u luret, edhe prandaj ta thashën fjalën time, për seriozitetin e këtij kuvendi, le të bëhemi serioz edhe të ngrem diskutime për të qenë konstruktiv edhe për të përmirësuar gjëra, për të aktruar agron, edhe për të sjell këtu çështje që do të prekin zemrat e shqiptarëve me pretendimin se ju jeni avokati më i mirë, po ju them që nuk është kjo zgjidhja, as mënyra, as rruga, megjithatë e keni zgjedhur ta bëni kështu, vazhdoni, ju dalt me sukses. Votat e popullit nuk e tregojnë këtë, megjithatë e keni zgjedhur vetë këtë rrugë. Ajo që dua të them edhe një herë është që ne zbatojmë dhe respektojmë vendimet e gjykatave. Nuk futemi në konflikte civile. Konfliktet civile zgjidhen në gjykat dhe kjo është një ndarje e qartë që e kemi bërë prej kohësh e pushteteve dhe të jemi edhe pak serioz kur i bëjmë debatet, se nga njëherë i bashkojmë bashk, duan të bëjmë edhe gjykatësin dhe prokurorin këtu, edhe deputetin këtu, edhe ministrin, edhe çfarë duash ti. Pastaj nga ana tjetër, kur vjen puna për t'i ndarë rolet dhe kur themi këtu jo se cili duhet bëj punën e vetë, as kjo nuk ju pëlqen. Tani ndajeni mendjen si e doni. Doni t'jeni gjykatës dhe prokuror, shkoni edhe bëheni atje këtë diskutim. Po mos hajdeni këtu dhe t'i kërkoni qeverisë që të mos njohë dhe të mos respektojë vendimet e gjykatave, se kjo nuk më duket as pak serioze dhe e thash, më duket populiste edhe më duket mënyra më e shëmtuar e aktrimit të një deputeti. Faleminderit. Zoti Sheaj, Kapri. Ministre, nuk di nga ta filloj vërtet, se ju jeni vërtet e papar. Si thatë, ju vjen keq që unë sjell këtu raste të tilla? Ju vjen keq? Unë nuk do të sjell këtu rastet e banorëve, 100 banorë që kanë, me 10-100 banorë që kanë 100 ditë që protestojnë, nuk do ta sjell këtu, po ku ta çoj unë? Po nuk e solla në parlament, ku ta çoj? Më thoni, ku ta çoj? Një shqetësim, një pretendim të banorëve kundër një oligarku dhe kundër jush, unë ku ta çoj? Nuk dini çfarë thoni. Mos ta kishit marrë atë 3 minutë që do kishte qenë më mirë në fakt. Nuk, por pastaj thoni, çështja thot, duhet marrë me qetësi. Duhet marrë me qetësi, po se s'është prona jote, se s'ta kanë marrë ty pronën, ja kanë marrë atyre. Si janë bërë bashkë një oligark, politika dhe ish drejtori hipotekës që të merrte juve 150 hektar, super vend në plazh. Prandaj thoni ju, merrini me qetësi. Po si ta merrni me qetësi ata? Ty ta kanë marrë ndonjëherë pronën. Të shikoni pastaj si do reagoje ti. Do reagoje me qetësi? Po ty s'ta merr njëri pronën, si ta marrësh ti me pronën tjerëve. Nuk ta marrin ty pronën. Dhe pastaj thua, nuk je avokati, sa më i mirë. Sonja zëvendës ministre, unë mase nuk jam avokati më i mirë. Por që ju jeni ajdu të papar, nuk ka asnjë dyshim. Jeni të paritshëm. Të paritshëm. Sepse bëni aptas. Dakord? Faleminderit. Këtu përfundon zhvillimi i interpelancës, vijojmë me rendin e ditës, pika e 6 e rendit ditës, interpelancën e Ministrin e Financave, zonjën